Në vijat përgjithshme, le të themi, le të tregojmë pak çfarë është në vetvete Ramazani. Para se ta diskutojmë vetëm Ramazani, ne shpesh kur na bëhen kjo pyetje, ne themi se në fenë islame kemi disa ndarje, varet nga kandi profesional i një lamie të cilën neve na duhet. Ndarja e parë që themi, për shembull, kemi pjesa bindjes dhe pjesa praktikës. Pjesa bindjes është të besosh Zotin, me laçet e Zotit, librat e Zotit, pejgamberët, kadan, kaderin dhe ditën e kiametit. Këtu kemi bindje dhe besim dhe jo vepër. Pjesa tjetër e kemi bindje besim me vepër. Këtu e kemi ta besojmë Zotin dhe ta shqiptojmë shahadetin. Ta besojmë namazin dhe ta falëm. Ta besojmë agjërimin me bindje dhe ta agjërojmë. Gjithashtu me zekatin dhe me haxhin. Kjo është një ndarje. Ndarjen tjetër të cilën këtu unë po e vrej dhe po mendoj se kemi lëshime pak a shumë serioze, e tëra kjo kemi një ndarje raporti mes njeriu dhe Zotit në adhurime edhe përfitimet ose raportet mes njeriut dhe njerëzve përmes këtyre adhurimeve. Do doja ta mbaja logjikën këtu, tek raporti i njeriut me njeriun, tek raporti i njeriut me Zotin. Kjo është dy kapituj të ndarë, sepse dhe kur do dalim nesër para Zotit, në ditën e gjykimit, ne do të pyetemi për secilin këto dy raporte veç e veç. Raportin mes njeriu dhe Zotit ka një llogarit veçantë dhe raportin mes njeriu dhe njerëzve ka një llogarit të veçantë. Andaj, askush mos t'i gëzohet, thot unë po falem, po agjëroj, po i bon të gjitha, ndërsa raporti me njerëz është shumë i mangët. Ky se ka arrit as gjysmën. Edhe ky tjetri, vetëm ta them edhe këtë, edhe ky tjetri, i cili mund të jetë shumë i mirë me njerëzit, shumë i udhë, shumë bujare, besnike tjera. Por nuk i ka raporti me Zotin, nuk bën. Andaj duhen të dyjat, të gjitha adhurimet, nëse ndalemi qofte shahadeti, qofte namasi, qofte agjërimi, të haxhi, të zekati, e pamundër gjatë studimit të gjejmë vetëm dobit që kanë të bëjnë mes njeriu dhe Zotit. Por në mënyrë automatike për pranim të Zotit, ato kushtëzohen, interesant, kjo më pëlqen shumë, ato kushtëzohen me raport të mirë me njerëzit, që edhe këto kushtet kryesore dhe të mëdha të fesë islame të pranohen të Zotit.